Kisha e Shëngjergjit është një djep historisë së kishës sonë. Nga fjala e kryepeshkopit të Shqipërisë, Hirësisë Joanit, mbajtur në këtë kishë. Të dielën që kaloi kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Joani vizitoi kishën e Shëngjergjit dhe drejtoi meshën hyjnore. Ai u prit nga peshkopi i kësaj kishe Hirësia Nikodhimi dhe klerik të tjerë si rreth në kishë kishin ardhur besimtarë që jetojnë në Boston dhe qytetet rreth tij. Në mbarim të meshës, Hirësia Joani përshëndetit pranishëm. Në fjalën e tij ai përkujtoi 118 vjetorin e dorëzimit priv të Fanolit. Ai vlerësoi këtë figurë i cila mbetet shembulli për kushtimin ndaj kishës, modeli për kushtimin nga popullit, duke ndërtuar ura mirëkuptimi dhe besimi. Kisha e Shëngjergjit është djep i historisë së kishës sonë. Kjo kishë është vërtet historike, theksoi ai. Më pas vazhdoi se ne duhet përpiqemi të jetojmë në mësimet e Jezu Krishtit, ndryshe do të jemi larg nga vetvetja, sepse çdo njeri krijon një pseudo vete. Duke njohur veten, ne do të jemi realisht për ulur. Qëllimi është pastrojmë zemrën ashtu siç pastron bujku arën nga gurrët, ferrat dhe barishtet. Uroj që kjo kishë të jetë një qendër shpirtërore jo vetëm për komunitetin tuaj, për kushdo qoftë, shqiptar ose jo shqiptar, sepse në kishë jemi të gjithë të barabartë. Bashkop Nikodhimi, i cili si thuaç është zoti i shtëpisë në këtë kishë, pasi uroi mirëseardhjen i Zot Joanit, theksoi se ky bashkëndim i liturgjisë le të jetë një model për të thelluar lidhjet mes kishës autoqefale të Shqipërisë dhe kishës ortodokse në Amerikë. Dimitraj Qdemiri, kryetari i bordit të kësaj kishe, duke i drejtuar Hirësi Joanit, ndër të tjera theksoi se para një muaji i thash peshkop Nikodhimit që t'ju ftoj për të vizituar kishën tonë dhe ftesa u bë realitet. Në mbarim të meshës, shumë besimtarë takuan Hirësin Joanin dhe bën fotografi për t'i patur si kujtim. Peshkop Nikodhimi shtroi një drek për të pranishmit ku besimtarët sollën kujtime kur i Zot Joani shërbente në këtë komunitet dhe organizoi bibliotekën Oliane, ndërkohë që ishte student në seminarin teologjik Kryqi i nderuar.